me lëgju pak se kam një prezentim për Hajdutin. A jemi live? E di Roma, e di Pep, unë jam Artitulli, Viga Sojtia ka 83 vetë, 30 ditë që li këtu. Vetëm e di që nuk mune shkur me e fitu. Vjell, ban korupcion, mashtron, s'ne gjo baba. Ama njëti që akur, mutal, me ne nuk munesh. Këtu na ke, presim, jurej, që shqiptarve ditë më të mira. Nuk munesh me natal, nuk munesh me natal. Na premtuan shtet, na dhanë propagandë. Na premtuan ujë 24 orë, na përmbylqiu 4 herë në vit në të njëjtën e vet. Na premtuan shëndetësi falas. Jo vetëm që nuk e kemi falas, por shpesh herë edhe varri duhet ta prenotojmë që në jetë. Na premtuan digitalizim për të ullur korupcionin, me sa duket atë ditë Akshi nuk ishte valë dhe nuk e mori vesh asnjëherë të lloj premtimi. Na premtuan drejtësi të paanshme, të barabartë për të gjithë, po kur filloi të shikoj edhe këta, tentuan t'i nxjerrin syt drejtësisë. Si përfundim kam vetëm një kërkesë për ministrin e ri të infrastrukturës. Të kanë emëruar dhe jenë në një moment jo të përshtatshëm, por do të këshilloja të bëjë një audit në atë ministri dhe të shikoje mos vallë partia në fushatat e mëpërparshme kanë punësuar ndonjë pastiqer nga Elbasani i cili projekton rrugët duke menduar brumin e ballëkumeve se nuk ka se si që të shkriptohen në këtë mënyrë, nuk ka se si. Kush do flasë? Do flisni? Mirë që keni ardhur, ju falenderoj që po kaloni këtë diell me neve. Dihet shumë mirë që për të hyrë në Komunitetin Evropian ose në Bashkimin Evropian tashmë duhen 3 gjëra: pronë, ligj e drejtësi. Ne asnjë prej këtyre 3 pikave nuk e kemi. Mjafton të shohim televizorin dhe të shohim rezistencën e banorëve të rrjollit në Shkodër, që i përshnesim me zemër, me shpirt dhe inkurajojnë rezistencën e tyre. Siç e tha zotëri Genti, vetëm drejtësia do të zgjidhë këtë problem. Po drejtësi me pushtetin e Edi Ramës nuk kam. Qeveria e Ramës ka rënë. Ai po përpiqet të arnoj qeverinë, duke i mbyll vrimat me këto ministrat e ri që ka vendos. Por nuk është koha e arnave. I gjithë Ballkani është në lëvizje. Europa është në lëvizje. Bota është në lëvizje. Duhet një fillim i ri që të zgjidhen problemet thelbësore. Mjaft me arnime, mjaft me korrigjime, rregullime. Ne duhet fillojmë nga zero dhe nuk mund ta bëjmë nëse nuk jemi gjithë bashkë. Vetëm bashkimi. Ju falenderoj. Faleminderit shumë për të. Zoti Sajmir Kan nga Durrësi është përfaqësuesi personale që kanë probleme me shikimin dhe do të mbajë një fjalë. Përshëndetje të gjithëve që jeni këtu në shesh. Dua të përshëndes të gjithë qytetarët e Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë. Edhe unë dua t'i ftoj sot pikërisht për këtë të drejtë që të gjithë shqiptarët kanë, për të mbrojtur liritë dhe drejtat e tyre.
dua të sfidoj kryeministrin e Shqipërisë dhe të gjithë qytetarët e Republikës Shqipërisë sot. Më thuan qytetarët edhe kryeministri nga Vërmoshin Konispol, çfarë ka bërë për fshatin? I gjithë është rënuar, tokën e kanë mbuluar ferrat, edhe çdo gjë sot po rënkon. Djemtë e vajzat janë larguar nga tokat e tyre dhe kanë shkuar në drejtim të vendeve të perëndimit për të kërkuar një jetë më të mirë, sepse në vendin e tyre këta nuk e gjetën. Dua të sfidoj kryeministrin dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë të më thonë për qytetet e vendit tonë. Çfarë është bërë në ta? Është ndërtuar vetëm gradat shela për oligarkët, edhe asgjë për qytetarët e thjeshtë. Qytetin e kanë mbuluar plera, qoftë në rrugë, qoftë edhe në për institucione. Nuk ka një derë të hapur për t'u ankuar, nuk ka një derë të hapur për kërkuar të drejtën. Ndaj janë mohuar të gjitha. Ndaj unë sfidoj gjithë shqiptarët të bashkohen në këtë shes për t'i thënë ti qeverie, ti kryeministri, stop, mjaft në, e drejta jote mbaron aty ku cënohet e drejta ime. Edhe unë besoj që gjithë shqiptarëve jo është cënuar kjo e drejtë. Jam i verbër edhe ka shumë kohë që trajtohem me statusin e të verbëre. Në 2010 personi i verbër paguaj me 70% pagës minimale. Edhe sot personi i verbër merr vetëm 28% të pagës minimale. Më thuani qytetar, a jemi zhvilluar, a jemi përmirësuar ekonomikisht, apo jemi rënuar? Në qoftë se jemi rënuar, atëherë ky është vendi për të bashkuar, e për t'i thonë jo vetëm kësaj qeverie, por çdo qeverie tjetër që do të vijë. Stop dhe ndaluni kur luftoni kundra drejtave të qytetarëve. Se nuk jeni ju ata që keni pushtetin, por jemi ne qytetarët që kemi pushtetin. Ne ju mandatojmë për të na qeverisur, jo për të na vjedhur, jo për të na shkatruar. Në 2013 kryeministri i Shqipërisë ju premtoi gjithë organizatat të aftësisë kufizuar që do të rregullonte ligjin e ndryshuar në 2012. Do të përmirësonte jetën e tyre, edhe vijnë sot pas 13 vjetësh në pushtet, gjithçka është përmbys. Gjithçka është rënuar. Personat e verbër, personat me aftësi të kufizuar nuk kanë asnjë lloj të drejtë. Na janë mohuar të gjitha. Nuk ka qendra rehabilitimi, nuk ka asnjë lloj formimi psikologjik apo edhe shoqëror për të punësuar, për të patur një jetë dinjitoze. Nuk ka aksesshmëri të përfshirshëm në asnjë institucion apo në vend të vend. Pra, dua të them që jeta e personave me aftësi të kufizuar janë në nivele mizerabile. Çfarë duhet bëjmë? Dua durojmë një qeveri të tillë që nuk mendon për lirit e drejtat e personave verbëre apo të aftësisë të kufizuar, apo për lirit e drejtat e qytetarëve, apo duhet ngremi kundër saj, ta përmbysim ata edhe vendosim një qeveri të denjë që përfaqëson interesat e popullit. Unë ju bëj thirrje sot shqiptarëve nga do që janë, bashkohuni me ata njerëz që nuk kanë frikë, që kanë guxim, edhe që kërkojnë lirinë e drejtave të tyre.